Lajme do të ndiqni në Shqipëri dominojnë ende bizneset tradicionale, por ekspertët thonë se tregu ka nevojë për një zhvillim të ri, atë digital dhe të qëndrueshëm. Pas 4 muajsh me rritje të vazhdueshme, shtatori solli një ktesë negative për eksportet shqiptare që u thurën me 10.7% në bazë vjetore. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, borxhi publik rezulton të ketë arritur në nivele më të ulta, ku më së shumti ka ndikuar forcimi i lekut. Plani kombëtar i rinovimit të ndërtesave konsiderohet një hap i rëndësishëm nga ekspertët dhe zbatimi i tij do të reduktojë konsumin e energjisë. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se erdhët në edicionin informativ të orës 15 këtu në Skan Televizion për të njohur me zhvillimet ekonomike të ditës. Në Shqipëri dominojnë ende biznese tradicionale si furrat e bukës, marketet apo parukerit familjare, por ekspertët thonë se tregu ka nevojë për një zhvillim të ri, atë digital dhe të qëndrueshëm. Cilat janë bizneset që mungojnë sot dhe si do të duket biznesi i së ardhmes? Ndjekim kronikën. Bizneset familjare si furra buka apo markete, por edhe farmacie, parukeri, këto janë format e bizneseve që kryesisht gjenden në Tiranë, por edhe në qytetet e Shqipërisë, por cilat janë llojet e bizneseve që mungojnë në Shqipëri. Duhet të ketë një treg më të zhvilluar digital të gjithë Shqipërisë, që është i lidhur gjithashtu edhe me mënyrën se si ne shesim edhe blejmë. Duhet mendojmë gjithashtu për ekonominë bujqësore. Në vërtet ka pasur rënje gjatë viteve ekonomia bujqësore në Shqipëri dhe është zakonisht një ekonomi familjare, por ekonomia bujqësore do vijë në rritje nëse ne atë parafrojmë gjithashtu në tregun digital. Nëse realisht do ketë një lidhje të ekonomisë bujqësore me kompani ose kooperativa, bashkime njerëzish, në këtë rast, të cilët përdorin teknologjinë digjitale për të shitur produktet e tyre. Gjithashtu turizmi është një nga, le të themi, sektorët e ekonomisë më në rritje në Shqipëri ndër vite dhe ka nevojë që të ketë një hapje më të madhe ndaj tregut digital. Duhet të jetë më e lehtë për njerëzit që të prenotojnë paketa turistike në Shqipëri dhe kjo të bëhet nëpërmjet agjencive, por edhe nëpërmjet website-eve, të bëhet gjithmonë më e lehtë aksesi sidomos të këtyre kompanive të mëdha siç janë Booking e të tjera me radhë. Është e rëndësishme sepse e ardhmja është teknologjia. Por nga ana tjetër, cili duhet të jetë biznesi i së ardhmes në vendin tonë? Patjetër që të jetë një biznes që është i lidhur edhe me njerëzit dhe me teknologjinë. Pra nuk mund të mendojmë çdo gjë që të bëhet offline tashmë, kur e dim që teknologjia, ekonomia e gjelbër, ndryshimi i vendeve tona të punës gjithmonë duhet të jetë lidhur edhe me këtë ndryshimin ekologjik që ndodh në botë. Tashmë vendet europiane e kanë shumë herë më të zhvilluar se sa ne ekonominë e gjelbër. Pra punët të cilat janë të lidhura edhe me ruajtjen e mjedisit, me ekologjinë në përgjithësi ose me riciklimin për shembull. Do shikojmë që në të ardhmen do ketë një rritje edhe të kompanive që merren me riciklim në Shqipëri. Kompanitë të cilat do hapen do merren me riciklimin, duke përfshirë kështu edhe riciklimin që do bëjnë më për shtëpia dhe më pas edhe në publik edhe në kompanitë e tjera. Sipas Hasallës, në të ardhmen ne do të kemi gjithmonë më tepër kompani që do të kenë në fokus riciklimin, panele diellore e gjithçka që është e lidhur me ekonominë e gjelbër. Administrata tatimore u ka rikthyer bizneseve 198 milion euro në formën e rimbursimit të VSH-s në 9 mujorin e parë të vitit, ndërkohë që 80% e kërkesave janë miratuar pa kontroll dhe koha e procesimit të kërkesave është ulur ndjeshëm. Afro 19.1 miliard lek apo rreth 198 milion euro janë kthyer bizneseve në vend nga administrata tatimore në 9 muaj në formën e të VSH-s së paguar përmes procedurës së rimbursimit. E ndarë sipas muajve vjetre një rritje progresive e rimbursimeve të bëra nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe shifra më e lartë rezulton të jetë në muajin shtator me afro 4.9 miliard lek apo rreth 50 milion euro. Një shifër kjo disa herë më e madhe se në muajt e tjerë të vitit, ndjekur nga muaji qershor ku kompensuan mesatarisht afro 43 milion euro dhe në pjesën tjetër të muajve rimbursimet mesatare kanë qenë nga 15 deri në 18 milion euro. Ndërkohë që koha e kryerjes së këtij procesi po reduktohet gradualisht ku 80% e kërkesave janë miratuar pa kontroll. Rimbursimi të VSH-s për bizneset për gjatë vitit 2024 përmes platformës digjitale është bërë brenda mesatarisht 31 ditëve duke reduktuar kohën e pritjes dhe lehtësuar tatim paguesit. Ndërsa deri në 2027 planifikohet që afati mesatar i rimbursimit të arrijë në 25 ditë. Për gjatë vitit që lan pas, rimbursimet u mbyllën në shumën e 223 milionë eurove. Personat e tatueshëm të regjistruar për të VSH-n që rezultojnë me tepritje kreditore mbi 400.000 lekë kanë të drejtë të paraqesin kërkesën për rimbursimin e të VSH-s pranë drejtorisë së rimbursimit në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.
Kjo kërkesë paraqitet sipas formularit të miratuar kërkesë për rimbursimin e TVSH-s online si dhe fizikisht. Rimbursimi i TVSH-s kryhet brenda 60 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës nëpërmjet sistemit të thesarit. Kërkesa për rimbursim i nënshtrohet procedurës normale duke ju nënshtruar analizës së riskut. Rimbursohen automatikisht brenda 30 ditëve nga data e paraqitjes së kërkesës subjektet e konsideruara me risk zero. Në rast të mos rimbursimit të shumës së miratuar, personit të tatueshëm i lindet drejta e mos pagesës së detyrimeve të tjera tatimore në masën e TVSH-s së pretenduar për rimbursim. Nëse një rimbursim i cili duhej kryer nga administrata tatimore nuk kryhet brenda afateve ligjore, tatimet paguajnë kamat vonesë për shumën e paguar më tepër. Bizneset shqiptare përdorin tetorin roz për të krijuar fushata marketingu. Në një vëzhgim të kryer nga Skan Televizion në bizneset të ndryshme, por edhe në rrjetet sociale, kauza është komercializuar duke devijuar nga qëllimi kryesor. Tetori vishet roz, sepse është muaj sensibilizimit për kancerin e gjirit. Ajo që ka vihet re gjithmonë e më shumë vitet e fundit, në fakt është se po kthehet në një kauzë komerciale. Bizneset të ndryshme, krahas atyre shëndetësore, të tilla si spitale, klinika e të tjerë të cilat ofrojnë edhe diagnostikim me ofertë për gratë, duket se ka marrë hove edhe një fenomen i ri. Aksesor, veshje, elektroshtëpiake, pajisje teknologjike, trajtime estetike të cilat ofrohen me ofertë në kuadër të tetorit roz. Por sa e vlefshme është diçka e tillë dhe sa lidhen me shëndetin e gruas? Ky fenomen njihet si pinkwashing, një term i krijuar nga organizata Breast Cancer Action, e cila prej vitesh lufton kundër fushatave që përdorin kauzën e kancerit të gjirit për përfitime tregtare. Ka shumë kompani të cilat bashkëpunojnë me organizata apo spitale që një pjesë e fitimeve për muajin tetor të shkojë për t'i shërbyer kauzës, por nëse hedh një sy në bizneset shqiptare, veçanërisht ato të vogla, nuk ka asnjë njoftim se të ardhurat do të përdoren për gratë e sëmura apo për të ofruar konsulta, por keq kuptohet si një muaj ku gratë mund të gjejnë çdo shërbim me ulje, jo domosdoshmërisht lidhur me shëndetin. Megjithatë, kjo nuk është vetëm një çështje shqiptare. Edhe kompani të njohura ndërkombëtare si ushqimi të shpejtë, pjesë alkolike apo të gazuara kanë përdorur tetorin roz për fushata marketingu, duke ngritur shpesh herë pikpyetje etike dhe duke alarmuar ekspertët për efektet që këto produkte kanë në shëndetin e grave, por jo vetëm. Pas 4 muajsh me rritje të vazhdueshme, shtatori solli një kthes negative për eksportet shqiptare sipas të dhënave të Instat. Eksportet e mallrave u vlerësuan në 27 miliard lek, duke shënuar një rënje të ndjeshme vjetore prej 10.7%. Pas 4 muajsh në rritje, shtatori viti 2025 shënon rikthimin e eksporteve në rënje sipas shifrave të Instat. Eksportet e mallrave arritën në 27 miliard lekë dhe rënja është e konsiderueshme me plot 10.7%. Për gjatë nëntmujorit, eksportet arritën 260 miliard lekë, duke rënë me 7.9% krahasuar me një vit më parë. Rënja u ndikua kryesisht nga grupet materiale ndërtimi dhe metale me 8.4% dhe minerale lëndjekse energji elektrike me 2.4%. Pozitivisht gana tjetër ndikuan tekstile dhe këpucë, ushqime, pije, duhan. Edhe në analizën vjetore, uljen e kanë përcaktuar materialet e ndërtimit dhe mineralet, ndërsa rritje kanë shënuar ushqimet dhe makineritë. Nga ana tjetër, importet e mallrave arritën vlerën 75 miliard lekë, duke u rritur me 5.6% krahasuar me një vit më parë dhe me 11.8% ndaj ngushtit. Në nëntor ato arritën vlerën 657 miliard lekë me një rënje të lehtë prej 1.3%. Në shtator rritja u mbështet nga minerale lëndjekse energji elektrike dhe ushqime, pije, duhan, ndërsa lëkura dhe artikuj prej tyre ndikuan negativisht. Deficiti tregtar i muajit shtator arriti 48 miliard lekë, rreth 17.8% më shumë krahasuar me një vit më parë, ndërkohë si nëntmujor, deficiti u zgjerua në 397 miliard lekë ose me 3.6%. Në aspektin gjeografik në shtator eksportet ranë shumë drejt Spanjës dhe Italisë, ndërsa u rritën drejt Greqisë dhe Kosovës. Importet u rritën nga Kina, Italia dhe Greqia, ndërsa ranë nga Turqia dhe Gjermania. Shkëmbimet tregtare me vendet e Bashkimit Evropian përbëjnë 57% të totalit të tregtisë, me 74.6% të eksporteve dhe 51.3% të importeve. Partnerët kryesorë mbeten Italia, Kina, Greqia dhe Turqia. Rikthimi i rënjes tregon se eksportet shqiptare mbeten të varura nga materialet bazë, ndërsa importet vazhdojnë të mbështeten tek energjia dhe ushqimet. Rritja qëndrueshme kërkon më shumë përpunim vendas, diversifikim tregjesh dhe orientim drejt produkteve me vlerë të shtuar.
Sipas të dhënave zyrtare të Instat, importet për kapitullin veprat e artit, copat e mbledhura dhe antikat kanë arritur vlerën e 39.2 milion lekëve në muajin shtator, duke prekur rekord. Struktura e importit tregon një dominim absolut nga Italia, e cila përbën 99.9% të totalit me një vlerë prej 39 miliard lekësh. Muaj shtatori i këtij viti ka shënuar një moment interesant për tregtinë e veprave të artit dhe antikave në Shqipëri. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Instituti i Statistikave, importet për kapitullin veprat e artit, copat e mbledhura dhe antikat kanë arritur vlerën e 39.2 milion lekëve, duke vendosur një rekord absolut në historinë e statistikave tregtare të këtij kapitulli. Ky nivel importi jo vetëm që tejkalon çdo vlerë të mëparshme mujore, por përfaqëson një rritje me mbi 11% krahasuar me muajin më të afërt në vlerë të lartë, dhjetorin e vitit 2010, kur regjistruan rreth 35.2 milion lekë në këtë kategori. Importet e veprave të artit dhe antikave kanë qenë tradicionalisht të paqëndrueshme në Shqipëri. Vlerat mujore janë luhatur në disa mijëra lekë deri në disa milion, me kulme sporadike në vitet 2010, 2015, 2018 dhe 2023. Në shtator të vitit aktual, struktura e importit të veprave të artit dhe antikave tregon një dominim absolut nga Italia, e cila përbën 99.9% të totalit, me një vlerë prej rreth 39 miliard lekësh. Ky nivel e vendos Italinë si burimi kryesor i veprave të artit që kanë hyrë në Shqipëri gjatë këtij muaji, duke lënë shumë pas vendet e tjera. Kina renditet e dyta me vetëm 45.000 lekë, ndërsa Gjermania dhe Greqia kontribojnë respektivisht me 26.000 lekë dhe 22.000 lekë të reja. Importi rekord i veprave të artit në shtator të këtij viti është më shumë se një statistik, është një tregues i dinamikave të reja kulturore dhe ekonomike që po marrin formë në Shqipëri. Veprat e artit, copat e mbledhura dhe antikat zakonisht përfshin importet e objekteve me vlerë të lartë si piktura, skulptura dhe antika, shpesh blerje për muze, koleksionistë privat dhe ankande ndërkombëtare. Borxhi publik i Shqipërisë rezulton të ketë arritur në nivelet më të ulta. Sipas të dhënave nga Ministria e Financave, forcimi i lekut i ka shërbyer qeverisë për sa i përket uljes së detyrimit të marrë jashtë. Ka vijuar tkurrja e borxhit publik të Shqipërisë edhe në tremujorin e tretë të këtij viti. Sipas buletinit statistikor nga Ministria e Financave, borxhi ka zbritur në 14 miliard euro në tremujorin e tretë, nga 14.1 miliard që ishte më parë, një rënje e lehtë kjo me 1.1%. Në raport me prodhimin e brendshëm bruto, stoku total i borxhit publik regjistrohet në 53.45%, duke shënuar gjithashtu një rënje me gati 0.6%. Ndikimin më të madh në këtë rënje e ka dhënë borxhi i brendshëm, ndërsa stoku i atij të jashtëm vijon të jetë po ashtu me një rënje të lehtë në raport me PPB-n. Stoku i borxhit të qeverisë kundrejt prodhimit të brendshëm bruto rezulton të ketë prekur nivelet më të ulëta që prej vitit 2015. Zhvlerësimi i euros dhe mbiçmimi i lekut i kanë shërbyer qeverisë për sa i përket uljes së detyrimit të marrë, duke e bërë atë më të lirë dhe kostet më të ulëta. Pra janë lehtësuar kostot e shërbimit të borxhit. Nga totali i borxhit, 8 miliard euro është i marrë brenda në vend në monedhën kombëtare dhe 6 miliard euro është borxhi huaj i marrë në valutë, kryesisht në euro. Qeveria parashikon që borxhi publik bruto të vijojë të ndjekë trajektoren rënëse në përputhje me rregullin respektiv fiskal. Sipas skenarit bazë, borxhi publik bruto pritet të bjerë më tej në rreth 48.5% në vitin 2031. Për herë të parë, Shqipëria ka krijuar 10% të kapaciteteve gjeneruese nga burimet diellore, duke çuar kështu raportin total të prodhimit të brendshëm në 90% hidro dhe 10% energji diellore. Deklarata u bë nga zëvendës kryeministrja, njëherë është ministre e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila ishte e pranishme në takimin e ministrave të energjisë Evropës Qendrore dhe Juglindore që u zhvillua në Bukuresht. Ministrat e Energjisë e Europës Qendrore dhe Juglindore u mblodhën sot në Bukuresht për takimin e përvitshëm të nivelit të lartë drejtuar nga Komisioneri Evropian për Energjinë, Dan Jorgensen, në mikpritjen e qeverisë rumune, veçanërisht ministrit të energjisë Ivan. Në këtë takim ishte e pranishme dhe zëvendës kryeministrja, njëherë është ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila dha një prononcim për mediat. Të gjithë ministrat kanë relatuar për situatën energjetike të rajoneve përkatëse, përgatitjet për dimrin 2025-2026 e mbi të gjitha sigurinë energjetike, edhe në optikën e kërcënimit që vjen nga përdorimi i gazit rus. Kam përfituar nga rasti të ndaj në këtë event një arritje të rëndësishme të Shqipërisë gjatë këtij viti, bazuar në strategjinë kombëtare për diversifikimin. Për herë të parë, raporti 8 mujor për 2025 tregon
se kemi arritur të krijojmë 10% të kapaciteteve gjeneruese nga burimet diellore, duke çuar kështu raportin total të prodhimit të brendshëm në 90% hidro dhe 10% energji diellore. Gjatë ditës kam pasur kënaqësinë të takoj dhe të diskutoj me shumë nga kolegët që ishin prezent, dhe gjithashtu me komisionerin Jorgensen. Por dua të veçoj takimin bilateral me ministrin rumun të energjisë, ku kemi diskutuar mbikëqyrjen e një plani për krijimin e një boshti energjetik, ku përfshihet Shqipëria, Rumania, Maqedonia e Veriut, Bullgaria dhe Italia. Sipas Ballukut, bashkëpunimi i gjerë rajonal ka treguar se është dhe të jetë baza e një suksesi të garantuar për sigurinë energjetike europiane. Plani kombëtar i rinovimit të ndërtesave konsiderohet një hap i rëndësishëm nga ekspertët. Aplikimi i masave të eficiencës së energjisë në ndërtesa redukton konsumin e energjisë deri në 87.4%, duke mundësuar kushte komode për familjet apo përdoruesit e tjerë të godinave. Nxjerrja për konsultim publik e planit kombëtar të rinovimit të ndërtesave konsiderohet një hap i rëndësishëm nga ekspertët, të cilët thonë se përfitimet që vijnë nga eficienca e energjisë janë të shumta, si në aspektin ekonomik ashtu edhe në mjedis. Është më mirë të kurses se sa të rrisësh prodhimin, sepse rritja prodhimit përtej burimit të përdorur në periudhën afat shkurtër apo në periudhën afat gjatë gjithmonë ndot, kështu që reduktimi i konsumit që vjen si pasojë e rritjes së eficiencës është një investim shumë pozitiv edhe për sa i përket ambientit, duke marrë në konsiderat edhe objektivat dhe ambicjet e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian, dhe një ndër këto objektiva shoqërohet ngushtë edhe me pjesën e rritjes së eficiencës energjetike. Kemi aprovuar tashmë një ligj, kështu që unë shikoj shumë pozitiv për te aspektit të Kosovë që do ketë kjo procedurë. Drafti parashikon ndërhyrje të thella në stokun ekzistues të ndërtesave publike dhe rezidenciale, me synimin për dekarbonizimin e plotë të sektorit deri në vitin 2050. Të ndërhyrje shoqërohen edhe me një faturë financiare që deri në vitin 2050 përllogaritet në 25.2 miliardë euro. Megjithatë, përveç faktit që kjo shumë do të shtrihet në kohë, sipas Muços, investimet në eficiencë energjie konsiderohen si investime të zgjuara. Një studim i bërë nga All Grid Center në periudhën, para disa vitesh në zonën e Korçës, në nxorri në parë që faktikisht investimi në rritjen e eficiencës energjetike në ndërtesa të vjetra të viteve 60 ishte një kthim investimi që shkonte diku ke 6.4 vjet. Dhe praktikisht mund ta shfrytëzosh këtë investim për rreth 20 vjet, kështu që quhet një investim inteligjent. Edhe pse ka kosto të larta, konsiderohet shumë fitimpërurës për të gjithë ata që bëjnë, qofshin këta qytetar apo familje, qofshin institucione publike lokale apo qendrore. Eksperti kërkon që ky dokument të mos mbetet në letër, por pas miratimit të nisë zbatimi. Unë uroj që kësaj ere mos të ngelet në letër dhe uroj që le të themi investimit të ndjeki të gjitha ato procedurat që kërkon edhe pjesa e eficiencës energjetike. Aplikimi i masave të eficiencës së energjisë në ndërtesa redukton konsumin e energjisë deri në 87.4%, duke mundësuar kushte komode për familjet dhe përdoruesit e tjerë të godinave. Likuidimi me vonesi faturave të energjisë elektrike nga konsumatorët ka rritur të ardhurat e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Në total, për periudhën 8 mujore, OSHE gjeneroi rreth 3 milion euro fatura për të cilat është arkëtuar kamat vonesa. Likuidimi me vonesi faturave të energjisë elektrike nga konsumatorët ka rritur të ardhurat e operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Sipas të dhënave zyrtare për periudhën janar-gusht, ky dikaster arkëtoi rreth 592 milion lek nga kamat vonesat e familjarëve, bizneseve, institucioneve buxhetore dhe jo buxhetore. Në raport me 8 mujorin e vitit të kaluar, vlera e mbledhur nga kamatat ka pësuar ulje, duke qenë se për të njëjtën periudhë të vitit që shkoi, ky dikaster arkëtoi rreth 695.5 milion lek apo 103.5 milion lek më shumë se si vjet. Kjo vlerë rezulton me ullët edhe në raport me planin e furnizuesit të shërbimit universal. Sipas bilancit, ky dikaster planifikonte të mblidhte rreth 680 milion lek nga kamat vonesat, apo 13% më shumë se fakti. Në total për periudhën 8 mujore, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike gjeneroi rreth 3 milion fatura, për të cilat është arkëtuar kamat vonesa. Sipas kontratës që OSHE ka nënshkruar me klientët e saj, afati fundit për likuidimin e faturave është dita e fundit e muajit pasardhës, ndërkohë që mos pagimi i detyrimit mujor brenda afatit të përcaktuar shoqërohet me një kamat vonesë që llogaritet në masën 0.1% e faturës totale për çdo ditë vonesë. Më pas, në rast se energjia e konsumuar vijon të mos paguhet,
kontrata parashikon për shkallëzim të penaliteteve që shkojnë deri në ndërprerje të energjisë elektrike. Mirëqeverisja kibernetike është shumë e rëndësishme për të përballuar me sukses sulmet kibernetike. Në një aktivitet me infrastrukturat kritike dhe të rëndësishme të informacionit, drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike deklaroi se duke nisur nga dhjetori do të ndryshojë qasja e kontrollit të infrastrukturave kritike. Çdo 3 minuta, Shqipëria përjeton një goditje kibernetike. Kështu është shprehur drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Iglitafa, në një aktivitet për pjesëmarrjen e të gjithë infrastrukturave kritike dhe të rëndësishme të informacionit. Sipas tij, këto sulme mund të përballohen lehtësisht nëse kemi mirëqeverisje kibernetike, ndërsa shtoi se është thelbësore forcimi i shtresës së sigurisë tek institucionet. Çdo 3 minuta kemi një goditje kibernetike. A mundet t'i përballojmë ne të gjitha sulmet kibernetike? Sigurisht, në qoftë se qeverisim mirë, neve e reduktojmë shumë mundësinë. Kemi pasur mbi vetëm për këtë 10 mujor rreth 50 raste ku kemi goditur, dhe në qoftë se njëri nga institucionet nuk standardizon qeverisjen, të gjithë bien. Është zinxhir. Në shumicën e rasteve, sulmet kibernetike vijnë si pasojë e keqeverisjes kibernetike. Ai u shpreh se sulmet po sofistikohen gjithnjë më shumë, ndaj duke nisur nga dhjetori do të zbatohet një qasje e re ndaj kontrollit të infrastrukturave kritike. 70 deri në 80% e garancisë që mos të kemi telashe si pasojë e vështirësive që mund vinë nga sulmet kibernetike të vazhdueshme tashmë, të sofistikuara gjithnjë më shumë drejt vendit ton, vinë si pasojë e keqeverisjes. Që do thotë ne reduktojmë me 70, madje edhe 80% janë disa studime shkencore, në qoftë se qeverisim mirë, pavarësisht se nuk kemi investuar, nuk kemi pra kapacitete teknologjike më të mira të mundshme. Gabimet më të mëdha vinë jo nga ekspertët, por nga proceset e përditshme të punës së punojësve të institucioneve tuaja. Aktorët të cilët sulmojnë neve janë gjithnjë e më shumë të sofistikuar. Ata mund të flenë për kohë të gjatë në infrastrukturat tuaja. Së fundmi, Shqipëria ka shënuar një arritje të jashtëzakonshme në fushën e sigurisë kibernetike, duke u renditur në vendin e 15 në botë, me 85 pikë sipas indeksit kombëtar të sigurisë kibernetike. Ky rezultat përfaqëson një ngritje prej 39 pozicionesh krahasuar me vitin 2023. Por si mund të parandalohen më shpejt dhe më me efikasitet sulmet kibernetike për më shumë, në fund të këtij edicioni informativ në rubrikën Në brendësi të lajmit do të keni mundësi që të ndiqni intervistën me drejtorin e Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike, Iglitafa. Ndërkohë eci më tej rruga Pjetër Budi në kryeqytet në njësinë administrative numër 2 në Tiranë, pra pritet të rikonstruktohet plotësisht me një fond limit prej 250.5 milion lekë. Rruga me gjatësi afro 3 km shtrihet rreth 2.5 km nga qendra e kryeqytetit dhe fillon në zonën e qytet studentit. Bashkia Tiranë ka shpallur hapjen e gardës për rikonstruksionin e rrugës Pjetër Budi. Fondi limiti vënë në dispozicion është 250.537.000 lekë. Sipas dokumentit në Agjencinë e Prokurimit Publik, ky projekt do të bëjë të mundur ndërtimin e një infrastrukture sa më të përshtatshme për banorët e zonës së njësisë administrative 2, po ashtu edhe për kalimtarët në zonë. Rruga nga pikpamja urbane bën pjesë në zonat ku objektet e banimit janë të vendosur në formë të çrregullt. Densiteti i ndërtimit është i lartë dhe hapësirat publike pothuajse mungojnë tërësisht. Rruga ka një gjatësi afërsisht 3 km dhe një gjerësi që varion nga 4 deri në 6 metra. Shtrihet afërsisht rreth 2.5 km largësi nga qendra e Tiranës dhe fillon në zonën qytet studente. Kjo rrugë është një rrugë lidhese në mënyrë të tërthor të zonës së populluar të rrugës së Elbasanit dhe qytet studente me zonën e liçenit të Farkës. Referuar dokumentit, gjendja ekzistuese e rrugës është në gjendje jo të mirë, ku gjendja shtresave asfaltike dhe në shtresave është dëmtuar në masë të konsiderueshme, kryesisht përgjatë gjithë gjatësisë së saj. Trotuarët pothuajse në të gjithë gjatësinë mungojnë,
ose atje ku janë prezent janë shumë të amortizuar. Andaj, në të gjitha aksin e rrugës është parashikuar rikonstruksioni i plot i shtresave asfaltike të rritit rrugor, ndërtimi i trotuarve, ndërtimi i sistemit të kullimit të ujrave të shiut, gjithashtu sistemi i ndriçimit do të ushqihet me energji elektrike me tension të ulët nga kabina 20 kV, si dhe gjelbërimi që është pjesë e projektit në të gjithë segmentin. Po kështu, shpejtësia e lëvizjes do të jetë 30 km/h, pasi duhet siguruar një lëvizje që t'i përshtatet aspektit urban dhe njëkohësisht terrenit të cilin përshkon gjurma e rrugës. E ndërkohë parashikohet të vendosen edhe tabela sinjalizuese. Ky projekt do të plotësojë kushtet dhe standardet për lëvizjen e sigurt të mjeteve dhe këmbësorëve. Rehabilitimi me tërë elementet e infrastrukturës rrugore do të bëjë që cilësia e jetës të ndryshojë rrënjësisht, thuhet në dokument. Ministra për Evropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali u takua në Bruksel me komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Falë reformave strukturore në fushat e konkurrueshmërisë, zhvillimit të qëndrueshëm, integrimit ekonomik, energjisë dhe digitalizimit, Komisioni Evropian disbursoi së fundmi 100 milion euro për Shqipërinë. Ministrja për Evropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali u takua në Bruksel me komisioneren për zgjerim të Bashkimit Evropian Marta Kos. Në takim u analizuan ritmi i procesit të negocimit, të reformave, rezultateve dhe pritshmëritë për rrugëtimin evropian të Shqipërisë. Ministrja theksoi se në Komisionin Evropian Shqipëria veçohet e vlerësohet si vendi ku premtimet dhe angazhimet nuk janë fjalë por vepra, siç tregon ecuria e zbatimit të planit të ri të rritjes. Falë reformave strukturore në fushat e konkurrueshmërisë, zhvillimit të qëndrueshëm, integrimit ekonomik, energjisë dhe digitalizimit, Komisioni Evropian disbursoi së fundmi 100 milion euro për Shqipërinë në kuadër të këtij institucioni, u shpreh Spiropali. Kos dhe Spiropali u ndalën te muri i zgjerimit në zyrën e komisioneres ku reflektohet progresi i vendeve drejt procesit të negociatave të antarësimit dhe ku komisionerja Kos thot se një shtet dallon për suksesin mbreslënës, Shqipëria. Komisionerja theksoi se nga vendet më të suksesshme në grupin e zgjerimit është Shqipëria me pothuajse të gjithë grup kapitujt e hapur. Ajo shpreson se kjo ngjyrë do të ndryshohet nga e kuqe në të verdhë në muajin nëntor. Marta Kos u shpreh se Komisioni Evropian mirëpret dhe mbështet ambicien e Shqipërisë për mbylljen e negociatave të antarësimit brenda 2027-s. Në deklaratën përpara murit të zgjerimit, Spiropali tha se progresi i Shqipërisë pasqyron vokacionin e popullit shqiptar si populli më pro-europian në rajon dhe ndoshta në Evropë. Ministri asiguroi se Shqipëria e konsideron zgjerimin si një proces të bazuar në merit dhe të nxitur nga reformat, si dhe siguroi se vendi ynë do të vazhdojë të bëjë gjithçka që është e nevojshme për të përmbushur standardet, pasi ne kuptojmë se ky nuk është një proces burokratik, por më tepër një proces transformues. Në vitin 2024, emigracioni shqiptar drejt Gjermanisë ka ngadalësuar ritmin me rreth 19.000 hyrje dhe 9.000 dalje, duke dhënë një bilanc neto pozitiv prej afro 10.000 personash, më pak se në vitet e mëparshme. Ndërkohë, Kosova dhe Serbia vazhdojnë të rrisin emigracionin e tyre drejt Gjermanisë. Pas afro një dekade ku Gjermania ishte fjala magjike për mijëra shqiptar që kërkonin një jetë më të mirë, shifrat e fundit tregojnë se kjo histori po merr një kthes tjetër. Sipas Zyrës Federale të Statistikave të Gjermanisë, gjatë vitit 2024 në Gjermani kanë bërritur rreth 19.000 shtetas shqiptar dhe janë larguar rreth 9.000 të tillë, duke sjellë një bilanc pozitiv prej afro 10.000 personash. Edhe pse bilanci mbetet pozitiv, krahasuar me vitet e mëparshme, ritmi është dukshëm më i ulët se në 2022 dhe 2023, ku Shqipëria kishte respektivisht rreth 14.000 dhe 13.000 emigrant neto. Në të njëjtën kohë, Kosova dhe Serbia po e ruajnë ritmin, madje po e shtojnë. Kosova regjistroi rreth 28.000 hyrje dhe 9.800 dalje në vitin 2024, me një bilanc neto prej 18.400 emigrantësh, ndërsa Serbia e kalon shifrën e hyrjeve me mbi 20.000, edhe pse migracioni neto është më i pakët, pra shumica e tyre janë kthyer. Në një panoramë të gjerë në krye të listës së shtetësive me më shumë emigrant në Gjermani për vitin 2024, renditen Ukraina, Siria, Turqia, Afganistani dhe Iraku, të cilët përbëjnë pjesën më të madhe të lëvizjeve migratore. Vetëm Ukraina ka regjistruar mbi 115.000 emigrant neto, e ndjekur nga Siria me 78.000 dhe Turqia me 36.000. Këto shifra tregojnë se valët migratore drejt Gjermanisë janë gjithnjë më të lidhura me konteste lufte, pasiguria dhe kriza humanitare, ndërsa vendet e Ballkanit po përjetojnë më shumë migrim ekonomik.
Por përse shqiptarët po hezitojnë më shumë? Një pjesë e përgjigjes qëndronte ndryshimet në politikat e emigracionit të Gjermanisë. Ligji i ri për punëtorët e kualifikuar kërkon dokumenta më të sakta, njëje profesionale të diplomave dhe standarde gjuhësore më të larta. Një tjetër faktor kryesor është ngadalësimi ekonomik në Gjermani. Ndërsa vendi përballet me rritje të kostove të jetesës, inflacion të lartë dhe kërkesë më të ulët në sektor manual, shumë kompani kanë frenuar punësimet. Kjo ka bërë që punëtorët shqiptar të kërkojnë alternativa më afër dhe më fleksibël. Italia, Kroacia dhe Britania e Madhe janë bërë destinacione të reja të preferuara për punë sezonale apo afatshkurtër. Pas dështimit të përpjekjes Albin Kurtit për të formuar qeverinë, media gjermane analizon situatën politike në Kosovë, por edhe ekonomike. Ndër të tjera, ato theksojnë se kriza e vazhdueshme qeveritare po vonon vendimet kyçe që duhet të ndërmerren. Pas dështimit të përpjekjes së Albin Kurtit për të formuar qeverinë, Kosova përballet tani me një fazë të re pa siguri politike, shkruan gazeta Berliner Zeitung. Sipas analizës së medias gjermane, dështimi në Kosovë mund të shihet si simptom një krize më të thellë politike. Për më shumë se 9 muaj, bllokadat institucionale dhe grindjet e brendshme partijake e kanë paralizuar vendin. Shumë analistë besojnë se Kurti, i cili ka qeverisur shtetin e ri ballkanik si kryeministër që nga viti 2020, është shkaku i këtij ngërçi. Qëndrimi i tij shpesh i pa kompromis dhe konfrontues ndaj kundërshtarëve politik ka vazhduar ta mbajë vetvendosen si forcë më të fortë politike në vend, pavarësisht humbjeve, por në të njëjtën kohë ka bërë atë praktikisht të paaftë për të formuar një koalicion. Berliner Zeitung i kushton vëmendje edhe humbjes së besimit të aleatëve të Kosovës, duke kujtuar mbylljen e dialogut strategjik nga Washingtoni. Ky është një zhvillim i rrezikshëm për ekonominë e brishtë të Kosovës. Vendi me 1.7 milion banor është një nga më të varfrit në Europë, me papunësi relativisht të lartë dhe një largim të madh të rinisë. Edhe pse kushtet ekonomike janë përmirësuar vitet e fundit, pa mbështetje të huaj, ekziston rreziku i rënies masive të investimeve dhe humbjes së besimit tashmë të dobët të investitorëve ndërkombëtar. Në analizë theksohet se kriza ka edhe një dimension gjeopolitik. Situata paqëndrueshme në Kosovë po monitorohet nga afër në Beograd dhe në disa raste komentohet me gëzim, ndërkohë Frankfurt e Rundschau po ashtu i kushton vëmendje krizës politike në Kosovë, duke theksuar se kjo blokadë rrezikon vendime të rëndësishme për vendin. Kriza vazhdueshme qeveritare po vonon vendimet kyçe. Një buxhet për vitin 2026 zorse mund të arrihet në kohë. Miliona euro ndihma të Bashkimit Evropian janë bllokuar. Analistët paralajmërojnë për humbje ekonomike në rritje për shtetin e ri, i cili është mbështetur tek ndërkombëtarët që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008. Megjithëse Kurti paralajmëroi në parlament se pa qeveri të re çdo ditë është një ditë e humbur për zhvillimin, për qytetarët, për shtetin, shkruan gazeta gjermane. Kryeministri Albin Kurti dështoi të krijojë qeverinë. Mali Zi dhe Italia nënshkruan në Rom një memorandum mirëkuptimi për lidhjen e tregut të energjisë. Projekti prej 500 milion eurosh synon të forcojë bashkëpunimin energjetik dhe të rrisë sigurinë e furnizimit. Mali Zi dhe Italia kanë nënshkruar një memorandum mirëkuptimi në Rom për lidhjen e tregut të energjisë elektrike. Ky partneritet hap gjithashtu rrugën për instalimin e kablit të dytë të ndërlidhësit Monita, që kalon në detin Adriatik. Ministrat e energjisë theksuan se lidhjet energjetike sjellin një të ardhme më të sigurt, furnizim më të qëndrueshëm dhe mundësi më të mëdha zhvillime. Marrëveshja hap një kapitull të ri në bashkëpunim mes dy vendeve dhe forcon më tej pozicionin e Malit të Zi në hartën energjetike evropiane. Në fazën e re të bashkëpunimit, Mali Zi dhe Italia synojnë të lidhin tregjet e tyre të energjisë elektrike për një funksionim më të sigurt të sistemit, sipas njoftimit të ministrisë. Me këtë marrëveshje, Mali Zi po konfirmon statusin e tij si partner i besueshëm dhe urë energjetike midis rajonit dhe Evropës. Ky është një hap i madh përpara, pasi na mundëson të vazhdojmë ndërtimin e linjës së dytë të kablit në New York drejt Italisë. Energjia jonë e gjelbër dhe pastër do të bëhet një produkt i dalluar për eksport, gjë që do të sjellë të ardhurat të reja për kompanitë dhe konkurrencë më të madhe në tregun evropian, njoftoi ministria. Në tregun e energjisë elektrike të Malit të Zi marrin pjesë 29 kompani nga 13 vende, që nga themelimi i tregut ditor në bursën e energjisë malazeze në prill të vitit 2023 janë tregtuar rreth 900 gigawatt-orë energji elektrike, ndërsa vëllimi i përgjithshëm duke përfshirë tregun afatgjat arrin rreth 3 terawatt-orë, shtoi deklarata. Zbatimi i memorandumit do të krijojë kushtet për të paktën 3 fshimin e vëllimit të tregtisë, si dhe do të japë një kontribut të drejt për drejt në përmirësimin e sigurisë së furnizimit, sipas ministrisë. Projekti ka një vlerë për 500 milion eurosh, ndërsa kabli e dy fish do të mundësojë shkëmbimin e energjisë në të dy drejtimet njëkohësisht.
Greqia po kthehet në një nyje kryesore për furnizimin e Evropës me gaz të lëngshëm amerikan. Vendi ka trefishuar importet e gazit të lëngshëm që nga viti 2019. Greqia po shndërrohet në një pikë hyrëse kryesore për gazin natyror të lëngshëm amerikan që shkon më pas drejt Bullgarisë, Moldavisë, Ukrainës, Hungarisë dhe vendeve të tjera europiane. Sipas Ministrisë së Mjedisit dhe Energjisë në vitin 2019, Greqia importonte 6 deri në 7 miliard metra kub gaz natyror për konsum të brendshëm, ndërsa tani kjo shifër ka arritur në 17 miliard metra kub, nga të cilët 11 miliard, kryesisht gazi lëngshëm amerikan, rieksportohet në vendet fqinje. Ministria shtoi se brenda 2 javësh zyrtarët amerikanë të energjisë do të vizitojnë Greqinë së bashku me 20 ministra nga Europa lindore dhe qendrore, duke theksuar rolin e rritje të vendit në sigurinë energjetike në rajon. Sa i përket kërkimeve për hidrokarbure, burimet zyrtare u shprehen se do të eksplorojnë atë që të gjitha vendet përreth nesh e kanë eksploruar, qoftë me Mezeun lindor apo në detin jon. Kjo është diçka që i detyrohemi atë dheut tonë dhe që do të ndryshojë shumë në jetën tonë nëse gjende rezerva të shfrytëzueshme komercialisht. Gjithashtu qeveria greke shtoi se planifikimi i ri hapësinor për projektet e reja të energjive të rinovueshme do të zbatohet për nismat e reja dhe për ato që janë ende në fazat fillestare të licencimit. Plani do të vendosë kufizime të qarta për panele diellore dhe udhëzime për zhvillimin e energjisë së erës. Ndër të tjera, Greqia po shton përpjekjet për të përshpejtuar projektet e ruajtjes së energjisë. Në sektorin e energjive të rinovueshme ka pasur zhvillim pa rregulla dhe pa strategji. Është e vështirë të vendosen rregulla tani, por nëse nuk e bëjmë, nuk do të jemi në gjendje të ecim përpara në 2 dekadat e ardhshme, njoftuan burime nga ministria. Parlamenti i Kroacisë ka votuar rivendosjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm. Vendimi vjen ndërsa shumë shtete evropiane po rishikojnë politikat e tyre dhe mundësitë e rekrutimit. Parlamenti i Kroacisë votoi rivendosjen e shërbimit ushtarak të detyrueshëm, ndërsa tensionet janë shtuar në Evropë pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia. Ligjvënësit miratuan ndryshimet ligjore me 84 vota pro, 11 kundër dhe 30 abstenime në parlamentin me 151 anëtar. Shërbimi do të zgjasë 2 muaj dhe do të ofrojë trajnim themelor ushtarak, njoftoi televizioni publik HRT. Ky vendim shënon rikthimin e shërbimit ushtarak të detyrueshëm, i cili ishte pezulluar në vitin 2008 kur vendi kaloi në një sistem vullnetar. Ministria e Mbrojtjes tha se qëllimi është të mësohen të rinjt me aftësitë dhe njohuri themelore që janë të nevojshme në situata krize në mënyrë që të kontribuojnë në sigurinë kombëtare. Autoritetet do të fillojnë të therasin rekrutët e lindur në vitin 2007 për kontrolle mjekësore deri në fund të vitit. Personat e rekrutuar do të marrin një pagë dhe ata që refuzojnë shërbimin ushtarak për arsye ndërgjegjeje mund të zgjidhen shërbimin civil në vend të tij. Kroacia po vazhdon të shtojë forcat armatosura në një kohë kur shumë vende evropiane aktualisht po diskutojnë ose po reformojnë politikat e tyre të shërbimit ushtarak. Pas pushtimit të Ukrainës nga Rusia, debati mbi shërbimin e detyrueshëm është rikthyer në kontinent, me shumë vende që po shqyrtojnë nëse rekrutimi mund të forcojë sigurinë e tyre kombëtare. Në vitin 2015, Lituania rivendosi pjesërisht shërbimin e detyrueshëm dhe Norvegjia u bë vendi i parë evropian që vendosi shërbimin ushtarak të detyrueshëm për gratë. 2 vjet më vonë, Suedia reaktivizoi thirrjen në ushtrim, ndërsa Franca filloi të testojë shërbimin kombëtar universal në vitin 2019. Në muajin tetor, sektori privat i Eurozonës u zgjerua me ritmin më të shpejtë që nga mesi i vitit 2023. Rritja erdhi kryesisht nga sektori i shërbimeve në Gjermani, ndërsa Franca nga ana tjetër regjistroi kurrje. Gjatë muajit tetor, aktiviteti i sektorit privat në Eurozonë u zgjeruat me ritmin më të shpejtë që nga mesi i vitit 2023. Ky ndryshim pozitiv erdhi kryesisht nga rritja e fortë e sektorit të shërbimeve në Gjermani. Indeksi i përbashkët i blerjeve për Eurozonën u rrit në 52.2 në tetor nga 51.2 në shtator, sipas vlerësimeve paraprake, duke shënuar muajin e 9 radhasit të zgjerimit dhe duke arritur nivelin më të lartë që nga maji i vitit 2023. Rezultati sfidoi pritshmëritë e tregut për një ngadalësi në 51, duke sinjalizuar se ardhmëkombja ekonomike e bllokut mund të jetë duke fituar sërish vrull. Rritja ishte e gjerë me përmirësime si në sektorin e shërbimeve ashtu dhe në atë të prodhimit, ndonse shërbimet mbeten motori kryesor, duke arritur nivelin më të lartë të aktivitetit që nga gushti i vitit 2024. Ndërsa punësimi u rikthye në territor pozitiv, i mbështetur nga stabilizimi i detyrimeve të prapambetura. Megjithse presionet nga kostot e inputeve u zbutën, bizneset ngritën çmimet e prodhimit me ritmin më të shpejtë në 7 muaj, duke sugjeruar një rritje të lehtë të inflacionit për konsumatorët.
Ekonomistët e interpretuan këtë si mbështetje ndaj vendimit të Bankës Qendrore Evropiane për të mbajtur normat e interesit të pandryshuara. Dy ekonomitë më të mëdha të bllokut, Gjermania dhe Franca, vazhduan të ndjekin trajektore të ndryshme. Rimëkombja e Gjermanisë fitoi rrull në tetor me prodhimin e sektorit privat që u zgjerua me ritmin më të shpejtë në gati 2 vjet e gjysmë. Indeksi i përbashkët i blerjeve u rrit në 53.8 nga 52 në shtator, i nxitur nga shërbime dhe stabilizimi i sektorit prodhues. Në kontrast të thellë, sektori privat i Francës u zhyt më tej në kurrje. Ngadalësimi ekonomik u përkeqësua në tetor, pasi indeksi i përbashkët i Francës ra në 46.8 nga 48.1 në shtator, duke arritur nivelin më të ulët që nga shkurti dhe duke shënuar muajin e 14 radhatit të kurrjes. Bashkimi Evropian po shënon në nivele rekord punësimi me shumë rajone që tashmë kanë kaluar pragun e synuar prej 78%. Ndërkohë, Evropa Jugore po tregon rritje të shpejtë me Greqinë që udhëheq falë rimëkëmbjes së turizmit dhe reformave në tregun e punës. Rajonet greke, spanjolle, portugeze dhe italiane po shënojnë rritje të ndjeshme të normës së punësimit, sipas të dhënave më të fundit të Eurostat. Statistikat tregojnë se rajoni me nivelin më të lartë të punësimit në Bashkimin Evropian është arkipelagu Åland në Finland, me një normë prej 86.4%, pas t'i renditën disa kryeqytete të Europës qendrore si Varshava me 86.2%, Bratislava me 85.4% dhe Budapesti me 85.3%. Këto shifra publikohen në një moment kur Bashkimi Evropian ka arritur një rekord historik punësimi për 75.8% për grup moshat 20 deri në 64 vjeç, një rritje prej 2.7% krahasuar me vitin 2021. Progresi tregon se Bashkimi Evropian mund të jetë në rrugën e dur për të përmbushur objektivin e punësimit 78% deri në 2030. Nga 243 rajonet për të cilat ka të dhëna, 113 tashmë e kanë arritur ose kaluar pragun e 78%. Shumica e këtyre zonave me performancë të lartë ndodhen në Europën veriore, veçanërisht në Holand, Suedi, Irland, Danimark dhe Republikën Çeke, ku të gjitha rajonet kanë tejkaluar këtë objektiv. Në anën tjetër, Italia regjistron performancën më negative, me 7 nga 10 rajonet me normën më të ulët të punësimit, Kalabria me 48.5%, Kampania me 49.4% dhe Sicilia me 50.7%, ndodhen në fund të renditjes të ndjekura nga zonat të tjera në jug-perëndim të Spanjës, në jug të Rumanisë dhe lindje të Greqisë. Megjithëse Europa Jugore ende mbetet mbrapa, shumë prej rajoneve të saj po përjetojnë rritje të shpejtë. Për shembull, shkalla e punësimit në disa rajone greke është zgjeruar ndjeshëm që nga viti 2021. Rritja fort lidhet kryesisht me rikthimin e turizmit dhe industrisë së mikpritjes pas pandemisë së Covid-19, shpjegojnë ekspertët. Sektori i mikpritjes, shërbimet ushqimore dhe tregtia me pakicë kanë krijuar mbi 50% të vendeve të reja të punës gjatë 4 viteve të fundit. Përveç ndikimit të turizmit, Greqia ka zbatuar edhe reforma në tregun e punës që kanë ndikuar pozitivisht. Ndërto përfshihen rritja e pagës minimale, ulja e taksave të punës, si dhe krijimi një kuadri të ri ligjor që kanë nxitur hapjen e pozicioneve të reja, veçanërisht për gratë dhe personat e moshës 45 deri në 64 vjeç. Modelet e ngjashme megjithëse më pak të theksuara të rritjes janë varitur në rajonet e Spanjës, Italisë, Kroacisë dhe Portugalisë. Çdo 3 minuta Shqipëria përjeton një goditje kibernetike. Në vijim në rubrikën në brendësi të lajmit, drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Igli Tafa tregon për masat që janë marrë për parandalimin më të shpejtë dhe me efikasitet të këtyre sulmeve. Bashkë kemi mbërritur në fund, do të ritakohemi në orën 16 në emisionin Box to Box. Qëndroni me ne. Nga rritja e qendrës së ekselencës dhe rritja e bashkëpunimit ndërkombëtar të forcimi i mbrojtjes nga kërcënimet hibride. Në një deklaratë për media, drejtori i Autoritetit Kombëtar të Sigurisë Kibernetike, Igli Tafa, ka folur mbi hapat konkret që do të marrë Shqipëria gjatë 5 viteve të ardhshme, që të bëhet vendi me mbrojtjen më të mirë kibernetike në rajon dhe Evropë. Neve sapo miratuam strategjinë e sigurisë kibernetike 2025-2030, e cila bazohet në 5 shtylla. Shtylla e parë është mbrojtja e gjithë institucioneve të vendit, s'ka rëndësi nëse ato janë institucione qeveritare apo institucione private. Për ne, të gjitha institucionet të cilët i ofrojnë shërbime qytetarëve janë institucione të cilët duhet të mbrohen. Dhe mbrojtja e tyre konsiston në mbrojtjen bazuar në investime teknologjike,
në ndërtimin e standardeve të proceseve, të bizneseve të tyre dhe të punës të tyre në mënyrë të sigurt, si dhe në kapacitete dhe kapital njerëzor. Fusha e dytë ose shtylla e dytë e strategjisë ka të bëjë me inovacionet dhe startupet. Dihet tashmë që Shqipëria është një vend e cila ka përqafuar teknologjitë më të avancuara, siç është inteligjenca artificiale, nanoteknologjia dhe plani është ngritja e qendrës së ekselencës, e cila do të shërbejë jo vetëm për të gjithë ekspertët e sigurisë kibernetike në vendin tonë, të infrastrukturave të vendin tonë, por përtej edhe të studentëve dhe madje ne do ndikojmë që në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit të fusim konceptin e sigurisë kibernetike që në shkollat e mesme, e nevojshme kjo për të krijuar atë qëndrueshmërinë kibernetike të profesionistëve të së ardhmes. E treta, që ka shumë rëndësi, është pjesa e mbrojtjes nga kërcënimet hibride. Kërcënimet hibride do të thotë që jo vetëm sulmet kibernetike, por ato shoqërohen kryesisht edhe me elemente të tjerë, siç është disinformacioni. Dihet tashmë çfarë ndodhi në Maqedoni në rastin e sulmeve kibernetike në procesin e zgjedhjeve. E njëjta gjë edhe në Malzi, e njëjta gjë edhe në Shqipëri. Në sulmet kibernetike ne shoqërohemi me keq informim dhe me elemente të tjerë të cilët jo drejt për drejt lidhen me sigurinë me sulmet kibernetike. Kështu që automatikisht kërcënimet hibride është një element i cili duhet të koordinohet. Është kjo një tjetër shtyllë, cilën ne kemi parashikuar që të përfshim në strategjinë tonë të sigurisë kibernetike. Një element tjetër është rritja e partneritetit ndërkombëtar. Ne jemi një vend që i përkasim rajonit Ballkanit Perëndimor, e dim shumë mirë se sa e rëndësishme është të forcohet marrëdhënia e brendshme mes institucione publike dhe private, por automatikisht ne dim që në qoftë se do të jesh i mbrojtur nga ana kibernetike, duhet të krijosh një ekosistem dhe për këtë ne e quajmë të rëndësishme komunikimin me rajonin. Kemi filluar që të krijojmë një LOP mbrojtës, një unaz mbrojtëse, të cilën e kemi dhe në projekt së bashku me GIZ-in, me qeverinë gjermane dhe së fundmi edhe me qeverinë britanike, në mënyrë që të jemi ne ata që promovojmë mbrojtjen në hapësirën rajonale dhe përveç saj të shtojmë dhe të përforcojmë mbrojtjen edhe duke bashkëpunuar me aktorët më të mëdhenj në botë në fushën e sigurisë kibernetike. Këto janë disa nga shtyllat në të cilët ne e konsiderojmë që Shqipëria do të jetë e gatshme që në vitin 2030, përveç përqafimit të teknologjisë informacioneve më të avancuara, siç janë inteligjenca artificiale, nanoteknologjia apo elemente të tjerë, të krijoj një shtresë sigurie e cila do të mbrojë të gjitha të dhënat e qytetarëve tanë dhe shërbimeve të cilat i ofron drejt tyre. Në qoftë se teknologjitë e avancuara siç është inteligjenca artificiale përdoret nga armiqt ose nga grupet kibernetike të cilët kanë si tendencë të shkatrojnë hapësirën tonë, ato bëhen të rrezikshme. Për këtë arsye, neve kemi menduar që inteligjenca artificiale që sot është pjesë e integruar e mbrojtjes kibernetike të vendit tonë dhe përveç saj edhe në të gjithë hapësirën e institucioneve publike dhe private, edhe ata të cilët e kanë të pamundur të investojnë në mënyrën e kapaciteteve teknologjike, të gjenden mënyra alternative të drejtuara, të orientuara nga autoriteti kombëtar në mënyrë që të jenë të sigurta duke përdorur teknologjitë e duhura për të mbrojtur nga keqpërdorimi i teknologjisë siç është inteligjenca artificiale në kundërshtim me mbrojtjen e hapësirës tyre. Ne kemi afërsisht çdo 3 minuta një tendencë për sulm kibernetik në të gjithë hapësirën digjitale të vendit tonë. Por më lejoni të them që çdo tendencë ka një arsye pse ndodh. Është faza e parë që nesër ne të përballemi me një sulm kibernetik të rrezikshëm. Aktualisht ne kemi mbrojtur hapësirën tonë kibernetike nga ky breshëri e paparë ndonjëherë sulmesh kibernetike që vijnë kryesisht nga shteti i Iranit, por edhe grupe të cilët janë të lidhura me shtete të ndryshme, por jo vetëm. Dhe në statistikisht, pra në vlera numerike, ne kemi arritur që rreth 50 sulme
të kenë një mbikalim të mbrojtjes, por pa shkaktuar dëme dhe vetëm në një rast, siç është rasti që ndodhi tashmë i njohur në Bashkinë e Tiranës, ne kemi pasur vërtet dëme të konsiderueshme, por më lejoni të them që gjithë ato dëme janë rikuperuar brenda një kohe të shkurtër. Ajo që unë dua t'ju garantoj është që duhet të rrim të qetë, sepse po tentojmë të krijojmë një mbrojtje universale, që fillon nga çdo infrastrukturë e vendit drejt autoritetit kombëtar, e nevojshme kjo për të pasur nën kontroll mbrojtjen kibernetike të vendit. Startupet janë inovacione, janë mendje të bukura, të cilët tentojnë të krijojnë një diçka të re, e cila sjell avantazh si në nivelin në rritjen ekonomike të vendit, si ashtu edhe në pjesën e sigurisë kombëtare, stabilitetit të vendit, dhe patjetër që këto janë pjesë e jashtëzakonisht e rëndësishme për autoritetin kombëtar, sidomos në fushën e sigurisë kibernetike, dhe dua t'ju them që shkëmbimi i ideve për të krijuar inovacione të reja janë elementë të cilët qarkullojnë në mënyrën tradicionale, dhe plani do të jetë që mos përdorin vetëm teknologjitë tradicionale siç janë rastet e emailëve, të cilët janë tashmë të siguruara, por të ndërtojmë një platformë universale në cilën të hidhen të gjitha idetë dhe të gjitha startupet dhe të gjitha inovacionet të jenë të përcaktuara në bazë të kritereve të tyre të sigurisë dhe kritereve të efekteve që ato krijojnë në vendin tonë. Dhe në bazë të saj, ne ndërtojmë edhe mënyrën se si duhet ta nxisim këtë lloj inovacioni. Siç është rasti i Qendrës së Ekselencës, e cila do jetë një nga qendrat më të bukura dhe më të mira, jo vetëm në rajon, por në gjithë Europën juglindore. Për këtë, neve po ndërtojmë një plan projekt të jashtëzakonshëm, cilën do ta kemi në ditën vijim për ta prezantuar dhe përgjetur pastaj të gjitha mënyrat e mundshme për ta implementuar atë në bashkëpunim me qeverinë shqiptare, por edhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Unë e kam thënë dhe më përpara dhe dua ta ritheksoj dhe të qetësoj, sepse kjo është realiteti, nuk ka asnjë shans shkencor teknologjik që një të bëhet përgjim përmes pajisjeve DPI, dy të krijohet profilizim i personave të caktuar gjatë punës së tyre, gjatë komunikimit të tyre si pasojë e përdorimit të pajisjeve DPI. Arsyet janë shkencore, cilët unë qoftë i përmend do jem ndoshta jo dhe aq i dëgjueshëm për publikun, por ajo që po them vetëm shkurt është që të gjithë neve, mjafton edhe ju mund të keni celularin, hapeni, dilni me një IP publike. IP-ja publike është në bazë të entitetit, jo në bazë të individit. Kështu që eliminohet mundësia e profilizimit. E dyta, i gjithë komunikimi është i enkriptuar. Do thot me çelësa dhe me algoritma simetrik dhe asimetrik të koduar. Çka do thot çdo lloj informacioni nuk mundet që të arrihet përgjohet. Të gjitha të tjerat janë llafe, janë hajde diskutojmë, bëjmë emisione, nxjerrim ca idera sepse na duhet, themi, si më thënë, duhet të marrim ca klikime, por ky është realiteti shkencor i cili vjen nga unë si titullar i institucionit, që kam edhe një background për 20 vjetësh që jam profesor i kësaj fushë, në fushën e sigurisë kibernetike, dhe më vjen keq që në media, disa media qarkullojnë këto lloj mesazhe të cilët janë absolutisht nuk kanë lidhje fare me anën shkencore. Kjo është shkencë, nuk është një gjë që i lihet individit opinioni që të flasi si t'i japi atij qefi, por këtu është një dhe një bën dy. Edhe një herë, këtu pajisjet janë të vendosura për të mbrojtur fëmijët tanë nga rreziku i përdorimit të platformave të cilët e bëjnë atë të rrezikuar në navigimin online. Kaq këtu fillon dhe këtu mbaron. Nuk ka as edhe një lloj
shansi shkencor, teknologjik që të profilizohesh, nuk ka asnjë shans shkencor që të përgjohesh.